Përshëndetje të dashur shikues, materialin e sotëm do ta nisim me disa nga episodet e fundit të serialit Qyteti i Largët. Alia nis një udhëtim të heshtur me djalin e saj, duke ndjekur një plan të fshehtë të Sadakatit. E vendosur të lërë gjithçka pas, ajo përpiqet të qëndrojë larg syrit të mprehtë të Xhianit, ndërsa një ale ati besuar e ndihmon të zhduket pa gjurmë. Po ndërkohë që Alia ecën përpara, zhvillime të papritura ndodhin në çështjen gjyqësore. Xhian, pa dijenin e saj, ndërton hap pas hapi një plan për ta mbrojtur. Kur e vërteta del në dritë, ai niset menjëherë pas saj. Por një rrezik i errët dhe i paparashikuar i del përpara, duke e vënë gjithçka në pikpyetje. Çdo hap që bën Alia e afron edhe më shumë me hijet e së kaluarës. Nga ana tjetër, dyshimet me sjelljen e Zerinit ngjallin dyshime tek Fidan. Në kërkim të së vërtetës, ajo përfshihet papritur mes dy familjeve rivale, ku sekretet dhe gënjeshtrat bëhen gjithnjë edhe më të rrezikshme. Dita e divorcit mes Aliës dhe Boranit afrohet. A do t'i mbijetoj dashuria e Aliës dhe Xhianit tronditjes së madhe që do të ndodhë në sallën e gjyqit? Një vendim i papritur në sallën e gjyqit përmbys gjithçka për Xhianin. E vërteta trondit se rreth videos shkatron besimin e tij ndaj Aliës, ndërsa Boran sheh një mundësi të artë dhe forcon qëndrimin e tij për të mos pranuar divorcin. Ndërkohë Xhian dhe Alia përpiqen të qëndrojnë larg njëri tjetrit për të qetësuar situatën, por heshtja mes tyre vetëm sa shton keqkuptimet dhe dhimbjen. Tensioni nuk prek vetëm ata, por trondit edhe të gjithë rreth tyre. Shahin lufton me ndjenjat e tij të fshehta dhe xhelozin në rritje, ndërsa përpiqet të qëndrojë larg Nares. Por një surprizë e errët nga Jalçin prish natën e planifikuar për Nare, duke ndezur sërish konfliktet dhe emocionet. Duke mos mundur të heqë dorë nga Xhian, Alia vendos të përballet përfundimisht me Boranin për t'i dhënë fund kësaj lufte, por ky takim merr një kthes të rrezikshme dhe del jashtë kontrollit. Kush do të shpëtojë dhe kush do të humbas gjithçka në këtë përballje të fundit? Jeta e Xhianit varet në një fije të hollë pas aksidentit të rënd. Ndërsa gjendja e tij mbetet kritike, rruga drejt operacionit bëhet edhe më e rrezikshme nga një kërcënim i papritur. Koha po mbaron dhe Alia lufton me çdo forcë për ta shpëtuar atë. E rënduar nga faji, Alia beson se vendimet që mori për të mbrojtur djalin e saj e çuan Xhianin drejt këtij fati tragjik. Nga ana tjetër, Zerin përballet me një makt kur foshnja e saj sëmuret papritur. Në përpjekje për ta mbajtur të fshehtë këtë situatë, ajo përballet me një pengesë të papritur dhe sekreti i saj rrezikon të zbulohet. Ndërkohë, ndërsa Xhian paguan çmimin për atë që Borani ka bërë, Alia përballet me një sfidë të re. Ajo më në fund arrin të jap fund martesës së saj, por ky vendim ka pasoja të rënda. Plani Boranit për të çuar Xhian Denizin tek Exhmel e shtyn Alien drejt dëshpërimit, një hap i vetëm des një luftë të pakthyeshme. Kush do të mbijetojë në këtë përballje të zjarrt dhe kush do të humbas? Vendimi ekstrem i Xhianit për t'i vënë zjarrin shtëpisë së Exhmel për të shpëtuar Xhian Denizin nga duart e Boranit shndron tension në një luftë të hapur mes dy familjeve. Në këtë betejë pa kthim, Xhian dhe Alia qëndrojnë krah për krah me një besim që nuk lëkundet, pavarësisht gjithçkaje që ka kaluar. Xhian mobilizon çdo forcë për të dobësuar Exhmel dhe Boran, duke i shtyrë drejt humbjes, por një aleat i padukshëm hyn në lojë, duke ndryshuar balancat dhe duke i dhënë sërish avantazh kundërshtarëve. Sadakat nuk mund të durojë me përçarjen mes dy djemve të saj. Sinen, ajo vendos të ndërhyjë me një plan që beson se do t'i shpëtojë të gjithë, por zhvillimet e papritura nga ana e Boranit dhe Exhmel e përmbysin gjithçka. Mes kësaj lufte të ashpër, Alia përballet me një provë të dhimbshme, e ndarë mes dy njerëzve që do më shumë. Çdo hap e afron drejt një zgjedhje që mund të ndryshojë gjithçka. Në këtë përballje jo vetëm fuqia do të vendos fatin, por edhe zemra do të paguajnë një çmim të rënd. Zhdukja e Xhian Denizit trondit gjithçka dhe shtyn Xhianin dhe Alien drejt një betejë edhe më të ashpër. Ndërsa Xhian përgatitet të godas pa mëshirë përgjegjësit, Boran vazhdon lojën e tij të rrezikshme me mbështetjen e Exhmel.
por këtë herë gjërat nuk shkojnë sipas planit. Kontrolli mbi djalin e tij rezulton më i vështirë se sa i mendonte. Alia ndjek në fshehtësi një telefonat misterioze që i drejtohet vetëm asaj. Me shpresim për të gjetur djalin e saj, ajo hyn në një rrugë të panjohur dhe të rrezikshme, ku çdo hap mund të jetë një kurth. Ndërkohë Gian mobilizon të gjithë njerëzit e tij për ta gjetur Alien, e cila është dukur pa gjurmë. Gara me kohën fillon, kush do të arrijë i pari, Gian apo Umut, dhe a do të jetë Umut shpëtimtar apo paralajmërues i një fatkesie të re. Në mes të këtij kaosi, Sadaka ndryn Sinen për herë të fundit, me një vendim që askush nuk e priste. Ajo përpiqet ta shpëtojë djalin e saj nga fundi afër tragjik, duke tërhequr në një rrugë pa kthim. Sekrete, tradhti dhe përballje që ndryshojnë gjithçka. Kush do ta fitojë këtë betejë? Pas një përballje të fortë me nënën e tij, Borani arrin të ndryshojë rrjedhjen e lojës në favor të tij. Ndërkohë Sadaka përballet me një bardh të rënd, sekreti që mban mund të shkatrojë gjithçka. E ndar mes së vërtetës dhe mbrojtjes së djalit të saj, ajo zgjedh të heshtë, edhe pse Alia dhe Gian e ndjejnë se diçka nuk shkon dhe e shtyn të flasë. Ndërkohë një qëllim i vetëm i bashkon Alien dhe Gianin, të gjenë Gian Denizin, por pikërisht kur shpresa ndizet, një aksident i papritur ndryshon gjithçka dhe hap rrugën për një krizë të re që prek fatin e të gjithëve. Ngjarjet e fundit e detyrojnë Sadakatin të përballet me ndërgjegjen e saj. A do të vazhdojë ta mbrojë djalin e saj apo do të përballet me pasojat e veprimeve të tij? Pas asaj që ndodh, Boran shfaqet përballë Alies në një gjendje të papritur, duke i vënë atë përpara një zgjedhje të vështirë. Për të ribashkuar me djalin e saj, Alia duhet të marrë një vendim që mund të ndryshojë gjithçka. Por ky hap mund të sjellë një eshtje të re mes saj dhe Gianit. Dashuria, sakrifica dhe sekretet përplasen me një episod që do të vendos fatin e të gjithëve. Gian shpërthen nga zemërimi kur zbulon marrëveshjen që Borani e detyroi Alien të pranojë. I vendosur të mos lejojë askënd të kontrollojë fatin e Alies dhe Gian Denizit, ai betohet ta shkatrojë këtë lojë deri në themel. Ndërkohë Borani rrit presionin hap pas hapi, duke u mbështetur në fuqinë e Xhmel dhe duke hapur një front të drejtë për drejtë kundër Gianit. Në mes të kësaj lufte, Alia detyrohet të qëndrojë larg Gianit, por ai refuzon të pranojë këtë ndarje dhe deklaron me vendosmëri se nuk do të heqë kurrë dorë nga dashuria e tij. Nga ana tjetër, Zerrin dhe nëna e saj Fidan ndërmarrin një plan të rrezikshëm për të marrë foshnjën nga Demiri, por kur gjithçka duket se po shkon sipas planit, Zerrin përballet me një të vërtetë të frikshme. Demiri nuk ka kufi dhe rreziku është më afër se kurrë. Ndërkohë Sadakat arrestohet për një akuzë të papritur, duke tronditur të gjithë. Gian nis një garë me kohën për ta shpëtuar, por në këtë rrugë përballet me një figurë nga e kaluara, një takim që mund të ndryshojë jo vetëm kujtimet, por edhe të ardhmen e tij. Takimi shumë pritur mes Gian dhe Meriem në burg hap plagë të vjetra që nuk janë shëruar kurrë. Pas shumë vitesh, kjo përballje sjell jo vetëm kujtime të harruara, por edhe ndjenja të papërfunduara që rikthehen më të forta se kurrë. Ndërsa Meriem rrëfen historinë e saj dhe si përfundoi në burg, Gian fillon të dyshojë në gjithçka që mendonte se dinte për të kaluarën. A është e vërteta më e ndërlikuar se sa duket? Ky zhvillim trondit botën e Gianit, por ai përpiqet me çdo kusht të mbrojë lidhjen e tij me Alien nga kjo hije e errët. Ndërkohë Sadakat fillon të kërkojë të vërtetën pas Meriem, duke ndjekur gjurmët e së kaluarës që mund të ndryshojnë gjithçka. Në Albora, tensioni rritet. Borani shton presionin ndaj Alies duke e shtyrë drejt kufive të saj. Ndërsa durimi i saj vihet në provë, ai përpiqet të mbjellë dyshime në zemrën e saj, duke zbuluar të vërteta që mund të tronditin gjithçka. A do të arrijë Borani të prish besimin ndaj Alies dhe Gianit, apo dashuria e tyre do t'i rezistojë edhe kësaj prove? Sekreti Gian për takimin me Meriem shpërthen si një bombë në marrëdhënien e tij me Alien, kur e vërteta del në dritë. Alia përballet me një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi të thellë. E kaluara e Gianit rikthehet si një hije që nuk largohet, duke krijuar një përçarje të heshtur mes tyre. E lënduar dhe e tronditur, Alia largohet nga rezidenca, duke e thelluar distancën mes saj dhe Gianit. A është kjo fillimi i fundit për dashurinë e tyre?
Ndërkohë Boran vazhdon të ushqejë tensionin, duke rikujtuar vazhdimisht të kaluarën dhe duke sjellë dyshime në mendjen e Aliës. Lëvizja e tij e re me xhmel zhvillohet në eshtje, por pasojat e saj do të ndihen nga të gjithë. Nga ana tjetër, Meryem është pranë lirisë, por një sulm i papritur e trondit dhe kujton se rreziku nuk ka kaluar ende. Kur Xhan mëson se Meryem është në rrezik, ai merr një vendim të papritur për ta mbrojtur atë, por ky hap mund të kushtojë shumë. A do të shkatërrojë kjo zgjedhje marrëdhënien e tij me Alien, apo e vërteta do të dalë në dritë para se të jetë vonë? Xhan përpiqet me çdo kusht të mbajë Meryem larg rrezikut, por çdo hap që ai ndërmerr e çon në një rrezik të ri. Rishfaqja e saj ndryshon jo vetëm të kaluarën, por edhe ekuilibrin e së tashmen, duke hapur plagë që nuk janë mbyllur kurrë. Boran e shfrytëzon menjëherë situatën në favor të tij. Ai përdor Meryem si një armë kundër Aliës dhe nuk heziton të kërcënojë sadakat për të siguruar mbështetjen që i nevojitet për lojën e tij të rrezikshme. Ndërkohë, procesi i divorcit me Zerin dhe Demirit trondit sallën e gjyqit. Vendimi i Zerinit nuk le vend pa kthim. E vetmja gjë që e udhëheq është dëshira për të arritur foshnjën e saj, pavarësisht pasojave. Xhan nga ana tjetër lufton në eshtje për të mos humbur Alien, edhe pse fati Xhan Denizit i lidh më shumë se kurrë. Distanca emocionale mes tyre mbetet e vështirë për t'u kaluar. Ardhja e Meryem në rezidencë prish menjëherë ekuilibrat. Alia zgjedh të tërhiqet nga situata, ndërsa Meryem përballet me emocionet e së kaluarës dhe përpiqet të ruajë kufitë e saj. Por kur të dyja përballen ballë për ballë, tensioni i fshehur shpërthen në mënyrë të pashmangshme. Ndërkohë, pas hapit të papritur të Zerinit, Demir mban premtimin e tij, por çdo vendim ka një çmim. Lëvizja e tij e fundit e shtyn Zerin drejt një presioni të padurueshëm dhe hap dyshime të reja që ndryshojnë gjithçka. Xhan së bashku me Shahin ndjekin një detaj të vogël që e çon drejt një misteri më të madh se sa pritej. Por distanca mes Xhan dhe Aliës vazhdon të thellohet. Ardhja e një fqinji të ri në apartamentin përballë nuk kalon pa u vënë re nga Xhan, duke zgjuar xhelozin dhe duke e shtyr atë drejt një përballje të re me Alien. Ndërkohë sadakat hyn sërish në lojë me një aleancë të fshehtë me Boranin. I forcuar nga kjo mbështetje, Boran zbulon gjurmët e një momenti nga e kaluara dhe një fjalë vetme e dëgjuar mjafton për të ndryshuar gjithçka. Një video e publikuar nga Borani trondit gjithçka dhe nxjerr në dritë të vërtetën që Meryem ka tentuar ta fshehë. Në një çast, ekuilibrat shemben, heshtja kthehet në dyshime dhe lidhja mes Aliës dhe Xhanit çahet edhe më shumë. Alia zgjedh të largohet, ndërsa Xhan humb kontrollin. Xhelozia e tij rritet dhe e çon drejt një përballje të ashpër me Engin, duke e shtyr situatën me një drejtim të paparashikueshëm. Alia nga ana tjetër përballet për herë të parë me pasojat e rënda të këtij zemërimi. Ndërkohë, një zhvillim i papritur lidhur me foshnjën e Nare trondit thellë familjen dhe hap plagë të reja emocionale. Xhan i ndar mes ndjenjave për Alien dhe kaosit që po e rrethon, ndjek një rrugë tjetër hetimi. Gjurma që fillon nga nëna gjithëdhënëse e Zerinit del shumë më ndërlikuar se sa duket, duke ngritur dyshime të reja, sidomos te Kaja, i cili këtë herë nuk del pa zbuluar të vërtetën. Ndihma e Xhanit ndaj Meryem hap rrugë për një emër të papritur dhe çdo hap drejt zbulimit të së vërtetës e ndryshon lojën për gjithmonë. Në episodin final të serialit Qyteti i Largët, të gjitha sekretet që kanë mbetur të fshehura për një kohë të gjatë dalin më në fund në dritë. Boran, Xhan, Alia dhe Meryem përballen me pasojat e zgjedhjeve të tyre, ndërsa çdo lidhje ndërtuar mbi eshtje dhe dyshim vihet në provën e fundit. Kaja pasi ripashkohet me vajzën e tij, i ndalon Zerinit ta shohë atë. Zerin gjen ngushëllim në krahët e të vëllait, Shahinit. Kur Alia pranon ftesën e Enginit, Xhan tërbohet nga zemërimi. Nga ana tjetër, Engin ka një plan tjetër dhe shumë më të madh për Alien dhe vogëlushin Xhan.